Rushiti. Kjo që ka ndodhur në Parlamentin e Republikës së Kosovës me të vërtetë është tetë që çuditshme, sidomos kohëve të fundit. Faktikisht u realizu një proces i votimit, i cili është krejtësisht i kundërligjshëm dhe si i tillë duhet më shpall si null, për faktin se nuk është plotësuar kriteri elementar ashtu siç e tha dhe kolegu, për faktin se sparim varësisht prej natyrës ose tematikës e cila shtjellohet duhet më shqetësua ka quorum. Dhe përderisa nuk ka pas quorum, nuk ka pas mundësi që të votohet as t'i ofrohen 63 vota kandidates së vetë vendosjes për president të Republikës së Kosovës. Paraqitet pyetja pse është para pa quorumi i tillë prej 80 deputetëve. Për faktin se presidenti i Republikës duhet të jetë person unifikus, bipartijak dhe gjithpartijak ose gjithpopullor, ku pikrisht kushtetuta përmes kritereve të veta ka para pasë për zgjedhjen e presidentit duhet të jenë të gatshëm të votojnë jo vetëm partitë kryesore, por edhe partitë tjera. Për ata është para pa dhe obligimi kushtetues edhe minoritetet prezente këtu të ne në Kosovë të jenë të përfaqësuara në procesin e votimit dhe pa prezencën edhe të tyre nuk mund të votohet. Shikoni, thjesht duhet të kemi parasysh edhe një çështje. Mandati i deputetit është krejtësisht mandat i lirë. Askush nuk mund të detyrojnë deputetin që të qëndron në sallë, të voton pro ose kundër. Deputeti vetëm obligime ka natyrisht që të jetë pjesëmarrës në proceset e caktuara të votimit, por gjithmonë kur e vlerëson sipas bindjes vetlirë, ai mund të tërhiqet nga votimi. Edhe këto mendimet e gjykatës janë pak konfuze, se ka qenë një herë më herët që është obligim që të shkojnë të votojnë, ka qenë për procesin kur u zgjedh kryetari i kuvendit që kanë pas obligim, tani në gjykimin e fundit doli thënë që është i lirë çështë që duhet të jetë. Jo lutem, duhet ta kemi parasysh. Është i obliguar që të jep kontributin e vet si përfaqësues i elektoratit vetë në Parlamentin e Kosovës. Mirë po, ju e pat, deputetët e opozitës ishin dje në mbledhjen paradite dhe kushtetuta ka përcaktuar obligimin vetëm kur është në pyetje mungesat e vazhdueshme, nëse një deputet ose një parti e caktuar e cila përfaqësohet mungon radhazi në proceset e caktuara të aktiviteteve parlamentare, atëherë natyrisht ka mundësi që të iniciojnë procedura të tjera. Pa është parapara me rregullor, pra nëse mungon 6 muaj, duhet t'i merret mandati. Duhet t'i merret mandati. Përderisa këtu nuk